Ka nisur rikonstruksioni i rrugës që lidh fshatin Curk me fshatet e tjera të njësisë administrative në fshat, një investim i rëndësishëm i bashkisë Vauidees që përfshin jo vetëm asfaltimin e saj, por dhe ndriçimin publik, si edhe sistemimin e kanalizimeve. Projekti synon përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e sigurisë për banorët e zonës. Kryebashkiaku i Vauidees, Kristian Sheli, theksoi se ky investim është pjesë e angazhimit të bashkisë për të garantuar shërbime të mira për komunitetin. Sot ndodhemi në fshatin Nën Shat, në lagjen Curk, që shërben të paktën 600 banorëve. Është një investim i kërkuar shumë nga këto banorë, sepse është kanë rruga e pakalueshme, ka një rrugë në gjendje shumë të keqe, dhe sot po bëhet realitet, do të bëhet asfaltim, shtrim dhe ndriçim i rrugës. Gjithashtu dhe hapja e kanaleve anësore, që mos ketë problematik me ujin. Banorët e Nën Shatit e kanë mirëpritur këtë ndërhyrje duke cilësuar si një lehtësim të madh për jetën e përditshme, ndërkohë kërkojnë investime dhe në rrjetin elektrik nga ana OSHE-s. Kjo është e nevojshme se i shërben krejt komunitetit i saj lagje, se i kjo lagje është mitëll shtëpia. Kjo është investim shumë i mirë që ka dhënë me fjalë bashkia. Shumë vështirë se ka krejt ujinat e vishin sharkoshin këtej. Kanë bën ata ndrrimin e tubave, kanalizimet janë bën në rregull. E emigrantat vjen si njeri, makinat nuk i dëmtojnë, se këtu ka qenë skandal. Falenderojmë bashkinë. Kjo është një honor që kanë desht banorët gjatë gjithë historisë pluralizmit. Nuk është bën deri tash. Kryetari i bashkisë, Kristian Sheli, e ka premtuar që është në fushat elektorale dhe e bani të njëjtën. Na e falenderojmë. E vëmë dorë edhe në rrjetin e energjisë elektrike. I ndalim do të ri që ato rrit mas medalja shtetit, dhe ndoshta na kthehen disa që nuk e kanë gjetë alo veten, andaj Sipas bashkisë Vauidees, investimet në infrastrukturë krahas sektorëve të tjerë do të vijojnë dhe për gjatë vitit të ardhshëm.